Bismillahirrahmanirrahim. Të gjitha falënderimet ja shprehim të Madhit Zot, ndërsa përshëndetjet janë për të dërguarin e fundit të njerëzimit, Muhamedin, paqja dhe bekimet e Zotit qofshin me të. Të nderuar vëllezër dhe motra, sot do të flasim për një temë e cila prek rrënjët e shoqërisë sonë. Ajo temë është vëllazëria dhe rreziku që sjell armiqësia. Siç e dini, në botë sot konfliktet janë të hapur në të gjitha anët dhe ato ndodhin në çdo moment. Por në njëjtën kohë edhe mirëkuptimi mungon. Kështu që për të pasur një shoqëri sa më të mirë, duhet që të kemi mirëkuptim me njëri tjetrin, larg armiqësive, larg ngatresave në shoqëri. Në këtë video, në këtë mesazh sot do të sjellim për ju një mesazh i cili ka të bëjë pra me vëllazërinë dhe rolin e saj në shoqëri. Vëllazëria është forca jonë më e madhe, ndërsa armiqësia e ndan shoqërinë, ja zbeh vlerat e saj të rëndësishme dhe e bën më larg njëra tjetrës. Le të fillojmë këtë ligjëratë shpirtërore me disa mesazhe kuranore me të cilat Allahu fuqiplot thot: me të vërtet besimtarët janë vëllezër. Prandaj pajtoni ata mes veti. Të keqen ktheje me më të mirë. Allahu i do ata të cilët e përmbajnë zemrimin dhe i falin të tjerët. Në këto ajete kuranore, të nderuar vëllezër, shohim se Allahu xhaleshanuhu sjell disa mesazhe të cilat kanë të bëjnë me tolerancën, me mirëkuptimin dhe me hapjen e zemrës se çdo njeriu ka shi tjetrit. Pra njeriu është i obliguar që të hap zemrën e tij të mirësisë, të vëllazërisë, ka shi çdo njeriu. Kurse e kundërt e saj, armiqësia sjell smir, sjell urrëtie, sjell të këqija në shoqëri, të cilat e shkatërrojnë çdo vlerë shoqërore. Edhe Muhamedi alayhis salam na ka treguar se si duhet jetë muslimani ideal. Ai muslimani i cili është në kulmin e ideales, pejgamberi alayhis salam e ka shpreh kështu: muslimani i vërtet është ai prej të cilit nga dora dhe gjuha e tij janë të mbrojtur muslimanët e tjerë. Në bazë të kësaj që tham, shohim se për të arritur idealin tonë në besim dhe për të arritur idealin tonë në vepra, në fjalë, ashtu siç i ka hije një njeriu, një besimtari, duhet patjetër që të veprojmë sipas këtij parimi të cilën e cek edhe i dërguari i Zotit Muhamedi, paqja dhe bekimet e Zotit qofshin mbi të. Pse armiqësia është e padrejtë? Imagjinoni nëse jetojmë në një ani, një kohë të caktuar, jemi duke bërë një udhëtim, 9 njerëz janë të pafajshëm, vetëm një njeri është fajtor. A do të dëshirojë ti që ta mbysje atë ani? Natyrisht që jo. Kështu është edhe me njeriu, kështu është edhe me vllaun tjetër musliman, i cili ka shumë cilësi të mira në adhurim, në moral, në sjelljet e tij, por mund të ketë vetëm një cilësi të dobët. Dhe përse duhet që ne për shkak të asaj cilësie të armiqësohemi me një shok apo një mik apo një vëllaz që kemi përreth. Prandaj armiqësia e shikon vetëm atë pikën e zezë dhe asnjëherë nuk shikon bardhësinë që ka përreth saj. Dashuria dhe urrëtia nuk mund të qëndrojnë asnjëherë në të njëjtën zemër. Dashuria është dritë, sjell vetëm dritë, ndërsa urrëtia sjell errësirë. Pejgamberi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: nuk i lejohet vllaut musliman që të mos i flas vllai i tij tjetër më shumë se 3 ditë. Përse? Për arsye se zemra e besimtarit është e butë. Zemra e tij nuk pranon asnjëherë arrogancë dhe sjellje arrogante kërshi tjetrit,
Ai gjithmonë mundohet që të sillet mirë me tjetrin, të sillet në atë formë që t'i tregojë atij që besimi që unë kam përqafuar është besim që sjell paqe, që sjell siguri dhe sjell dashuri dhe tolerancë karshi tjetrit. Cila është padrejtësia më e madhe e zemërimit? Zoti në Kur'an thot, askush nuk e mbart barrën e tjetrit. Prandaj dhe njeriu nuk duhet që të mbar bisupe ato ndjenjat e zemërimit karshi tjetrit, ndjenjat e armiqësisë karshi tjetrit, sepse ato e dëmtojnë vetë njeriu, sepse miqësia përhap dritë, ndërsa armiqësia përhap errësirë. Duhet jesh i bindur se armiqësia të dëmton edhe ty. Unë dua që së bashku me ju të ndaj 4 veprime të arta apo 4 mendime të arta të cilat nëse i bën do të ndihmojnë ty dhe zemrën tënde që të jesh më i kujdesshëm në sjelljet tua karshi tjerët. Parimi i parë është ti mund të mendosh se rruga jote është më e drejtë. Mos harro se ka edhe rrugë të tjera që janë të drejta. Parimi i dytë, gjithmonë thuaje të vërtetën, por duhet dish se jo çdo e vërtet thuhet çdo herë. Parimi i tretë, nëse dëshiron të bësh armiqësi, atëherë bëje me egon tënde, me nefsin tënd, me tekat e tua, me dobësitë e tua, me mëkatet tua që bën çdo ditë, por asnjëherë mos bën armiqësi me vllaun tënd besimtar. Parimi i 4 është armiqësia është smir për zemrën dhe duhet dim që dëmi më i madh që bën vetes smirëzi është kur e xhelozon dhe e smirëzon dikë tjetër që është karshi. Nëse ai kënaqet me dështimet e të tjerëve dhe zemra i kënaqet kur dëgjon se të tjerët kanë dështuar dhe kanë pësuar në veprimet e tyre, le ta di se zemra e tij është e smur. Dhe këto veprime bien ndesh me atë që themi vëllazëri. Rreziku i ndarjeve në shoqëri dhe i ndarjeve në parti. Është një hadith e pejgamberit alayhis salam, mos përputhja mes veti është mëshirë. Kjo nënkupton se shumë njerëz nuk është që pajtohen mes vetin mendime dhe nuk do të thotë që nëse nuk pajtohesh me dikë në mendime dhe ide, ti shpallësh armiqësia e tij, sepse ky hadith nënkupton që ne nëse dëshirojmë të gjejmë më të mirën dhe të gjejmë një ide më të mirë, atëherë do mos do të kemi ndonjëherë mos pajtime, por kuptohet këto duhet jenë në rrethanat e diskutimit të sinqert, diskutimit të drejtë mes veti dhe diskutimit të mirëkuptimit në mënyrë që të arrijmë deri tek idealja në ide, mendime dhe veprime. E kundërta e saj, sot njerëzit nuk dëshirojnë të bashkëpunojnë me tjetrin dhe kjo si rezultat i famës së tyre, i egos së tyre, i përqarjes së tyre, i partive të ndryshme, të cilët i bën njerëzit të përqahen mes veti. Feja islame nuk e lejon një gjë të tillë. Ne mund të kemi mendime të ndryshme, por nuk guxojmë të armiqësohemi me një tjetrin asnjëherë, sepse të gjithë jemi vëllezër të një shoqërie ku jetojmë. Shoqëria është në rrezik kur anëtarët e saj grinden dhe përqahen. Armiqtë tanë sot janë të shumtë, ata janë përreth çdo kund. Ata presin momentin e dur që ne të përqahemi. Në të kaluar fiset e lashta, edhe pse kanë luftuar në mes veti, kur është paraqitur një armik i jashtëm, janë bashkuar dhe kanë luftuar sup me njëri tjetrin. Por ne sot, shumë njerëz sot nuk flasin me njëri tjetrin për gjëra shumë të ulta. Janë shkëputur lidhet me njëri tjetrin dhe lejojmë djallin që të hyjë mes tyre. Dhe natyrisht kur besimtarët, kur një shoqëri përqahet në mes veti, edhe një forcë shumë e vogël mund ta shkatërrojë atë shoqëri, por kur bëhen bashk, askush nuk mund t'i dalë përballë. Pastërtia e adhurimit varet nga pastërtia e zemrës. Dhe armiqësia, siç e dini, e shkatërron sinqeritetin, e shkatërron drejtësinë, i shkatërron marrëdhëniet tona mes nesh,
e bën njeriun që të lavdëroj të keqin vetëm se është i tij dhe e bën njeriun që të shajë të mirin vetëm se nuk është i tij. Si përfundim, për të gjithë ju o njerëz, shoqëria jon ka nevojë sot për gjëra me vlerë, ka nevojë sot për butësi, ka nevojë sot për mirëkuptim, ka nevojë sot për dashuri. Të gjitha këto janë të nevojshëm në një kohë kur shoqëria është shndruar në një shoqëri e cila është bazuar në ego, është bazuar në famë, është bazuar në parti, është bazuar në interesat e ngushta të kësaj botës. Thirrja e Allahut është e qartë. Besimtarët janë vëllezër. Prandaj të mos e rrënojmë shoqërinë tonë për intereset tona të ulta të kësaj bote. Të nderuar vëllezër dhe motra, ju falenderoj të gjithëve për vëmendjen tuaj, duke ju dëshiruar gjithë të mirë në jetë. Ju faleminderit që na ndoqët, deri në takimin tonë të ardhshëm, mirëmbëjtje në paqen dhe sigurinë e Zotit.